Pepo. Vazhdo me supermarket hall tek Penny, si do lija edhe review time për furçën elektrike. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një vlog të ri në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armelia, ja tek është dhe Solea këtu se më dëgjoj mua që po bëj hapjen e videos dhe erdhi me vrap, se donte të dilte edhe kjo. Zemra mamet, përshëndetje pak YouTube-in. Përshëndetje edhe nga Solea. Në fakt është dark, si që pati unë bëra gati darkën. Unë kam qef darkën, ku bëri mami, bëri patate dhe mish. Bëra mami patate dhe mish. Vetë. E bëra vetë. Babi! Erdi babi nga puna. Më mori maj? Po, të dua. Unë kam i kejme. Pepo. Si që po thoja, bëra darkën dhe ju e pat, bëra qofte vetë. Kam shkuar së fillim në market me Solea, kemi një Penny këtu afër të shtëpia. Edhe shkuam të dyja në kemë aty, mora edhe karrocën e Solea, sepse i futa gjitha gjërat atje se kështu në dorë nuk mund t'i grija dot. Edhe erdhëm pastaj në shtëpi, me nxitim bëra darkën, sepse erdhi dhe e siti, ju e pat. Dhe hengrëm darkën edhe unë tani po ju tregoj pak se çfarë ka ndodhur. Do ju bëj edhe një supermarket haul, gjërat që kemi bler tek Penny. Bëra ato qoftet, në fakt mishi ishte mish viç me mish derë, kështu i përzier. Me thënë të drejtën, unë nuk blej mish të grirë këtu. Ndodh shumë rrallë që unë të blej, edhe blerjen e mishit e kam rralluar në maksimum. Edhe mish derë për shembull nuk po blej më fare, kur blej vetëm mish pule. Mundohem atë ta marr në cilësinë më të mirë, pak rëndësika se sa kushton. Edhe gjithmonë e marr tek Edeka, tek këto supermarketet e tjera nuk marr fare ose marr shumë rrallë ku nuk kam zgjidhje tjetër. Gjithsesi ato dolën të mira, thash se nuk do hahesh, por dolën të mira me shije. Gjithë ato përbërësit që unë i holla brenda, recetën e mora nga ChatGPT, e shkruajta ChatGPT-s, se u futa një herë në YouTube dhe shkruajta atje qofte me mish të grirë, po më dilnin disa receta shumë të komplikuara me bukë, me gjëra, kështu që kjo kërkonte shumë kohë që t'i bëje gati të gjitha këto. Thash nuk kam shumë kohë se nsiti edhe për pak vite. Hyra te ChatGPT-ja i shkruajta për një recetë me qofte me mish të grirë në mënyrën më të thjeshtë mundshme. Edhe i bëra gati, dolën shumë të mira me pak patata. Aty bëra edhe një xaxhiçi vet dhe ajo doli shumë e mirë edhe këtë hengrëm tani për darkë. Gjërat që morëm në market i kam lënë këtu lart tek tavolina, disa gjyshe për frigorifer i kam futur brenda, por përpara se t'i sistemoj këto, po ju a tregoj edhe juve. Por mos harroni të bëni edhe një subscribe, ju lutem, është shumë e rëndësishme për kanalin ton. Shtypni butonin subscribe, e keni këtu poshtë, edhe nuk kushton asnjë gjë, është një vlerësim për mua dhe kështu nuk humbisni asnjë video që unë postoj
në kanalin ton Solea Family. Vazhdo me supermarket haul tek Penny, si që thash, se zakonisht marrim te marketet e tjera, Kauflandi ose Edeka, Lidl e këto. Por Penny e kam këtu afër të shtëpia, shkojmë kem aty dhe kur s'kam ndonjë gjë shkoj aty, por ky Penny që kam këtu afër nuk është se më pëlqen, se është pak i vjetër si supermarket të themi, edhe ambienti aty vende nuk pëlqen fare, ndonjëherë bie edhe si erë, jo shumë i pastër edhe shkoj shumë rrallë atje. Kam pas një Penny dikur në një lagje tjetër, ishte shumë i mirë dhe madje më pëlqente shumë të blija atje, ishte shumë i mirë si supermarket, por ky që kemi këtu afër nuk pëlqen fare. Gjithsesi, çfarë mora? Mora banane, 2 nga këto me banane, sepse edhe Ensidi i konsumon, unë i konsumojmë, Ensidi merr me vete të punë, edhe unë pothuajse ha çdo ditë, dhe mora 2 nga këto, nuk janë shumë. Mora një pjeshk, nuk ishte nektarina, edhe mora pjeshk. Më duket se këto janë preferuarat e Ensidit, ndërsa unë kam më shumë qef nektarina. Mora një mish pule, edhe do ta fus me vrak frigorifer, se e pas kam harruar këtu brenda tek qeska, e ftohtë që kjo, po kam shumë merak, edhe mundësisht duhet ta gatuaj nesër këtë, sepse këto 3-4 ditë nuk është se kanë shumë gjërat këtu që blen në supermarket, nuk është se rrohen shumë gjatë, prishen shumë shpejt, domethënë edhe unë prandaj nuk blej shumë në sasi të paktën mishe këto gjëra, se prishen shumë shpejt. Mora një qumësht për Solea, pi nga një gotë Solea në mëngjes, qumësht, jo gjithmonë, po kur i teket, po shumicën e rasteve e pi. Mora vezë, mora një si kjo kutia, edhe një si kjo kutia, kjo bënte 4 euro, kjo bënte 3 euro më duket. Edhe i mora kështu për zjerë, me thënë se imagjino 2 kuti vezë 8 euro. Janë rritur shumë çmimet, katastrofë. Mora një kastravec për Solean, mora një Snickers, nga këto që janë 2 copë brenda. Unë nuk i kam ngrenë asnjëherë Snickers, edhe ëmbëlsirat në përgjithësi nuk i ha. I ha shumë rrallë, një herë në muaj mund të ndodh, dhe ju a merr mendja juve se kur, edhe ky ishte momenti, prandaj unë mora një çokoladë. Mora këtë kripën për vastovilje, po qante Solea, dua unë kështu, ja mora dhe asaj, se më vjen keq, sidomos kur është smur, edhe më vjen shumë keq, edhe ja marr, domethënë, gjërat që kërkon. Një kos, edhe këtë e pash atje, te raftet e ngrira, unë nuk është se marr gjëra atje, po dola një xhiro, edhe pash atje, dhe kjo firma me tacos, është shumë e mirë, ka gjërat shumë mira, firmë greke më duket. Edhe ky është mish pule për të bërë xhiro sufllaqe. Edhe e mora, thash, ua, sa më bë qefi, thash, do e marr, do bëjmë ndonjëherë sufllaqe, se dhe Ensidi ka shumë qef. Mora edhe një mask për fytyrën time. Kjo është me aloe vera, se nuk e di pse, por ka disa ditë që fytyra më rri shumë e thatë. Në mos kë pjesa këtu, po besoj nga që kanë qenë edhe pa qef. Edhe mora një mask kështu të thjesht, kjo s'bënte shumë, as 1 euro diçka tjetër, thash hajt ta marr një dhe mund të kem aty të shtëpia, por që mora këtë e pash aty. Tani kjo që bën sufllaqe, ky mishi ka kushtuar më shumë nga të gjitha. Ka kushtuar 7,45 €. Edhe të gjitha këto ushqimet që mora unë kanë kushtuar 25,36 €. Që mungon dhe një gjë, një budallik kështu për Solean, që mori Solea. Kur e pashun që këtu kishte bërë 4 euro ajo, një nga ato topat që shtyp kështu 2 topat vegjël. Hajt më, që t'i bëjmë? Shumë nuk e di ka marruar në një gjë, po e përgjithshmja këto gjërat. Mora dhe ujë, ka marrë edhe ujë. Mama, ku është kjo? Ku është kjo? Jenë aty te koridori jeta. Ka marrë edhe ujë, mora një koli me ujë edhe 2 shishe me ujë me gaz. Kalo nga poshtë. Këto edhe gjërat që morëm sot tek Penny. Kemi ndenjë gjithë ditën në shtëpi sot, kemi dalë vonë, po kisha bërë gati edhe një pako që kisha porositur gabimisht tek Temu dhe duhet ta ktheja.
por kam një DHL këtu poshtë tek shtëpia. Ajo është e mbyllur në orën 6, unë 6:05 dola nga shtëpia. Dhe thash hajde mos karvaj nesër do dalë edhe do e ktheja të pakon. Edhe nesër jam në shtëpi, pastaj filloj punën se kam qenë pa qef edhe isha edhe me raport, jam me raport deri nesër. Edhe pastaj fillojmë punën, dielën e kemi pushime, e zgjidhim, e të shohim që do organizojmë një gjë për të dielën. Se kisha këtu lart tek bufeja këtë. Ky është kremi edhe dua t'ju tregoj, ky është kremi 345 nga Doktor Altea, unë e ribleva sërish, më pëlqen jashtë mase shumë, është shumë i mirë, krem jo vetëm hidratant, por edhe rigjenerues i lëkurës. Më pëlqen jashtë mase shumë të kremi. Këtu e gjeni tek DM, ndërsa në Shqipëri nuk e di, domethënë kanë dyqanet në Shqipëri ose online, se për mund të shiten nuk e di. Ja si duket edhe kremi, jo kam provuar unë, edhe e bleva sërish, është super mirë. Pak të mua më pëlqen shumë dhe më rrish shumë mirë, se kam provuar shumë krema, unë nuk jam e fiksuar me tualetet, por me skincare jam shumë e fiksuar, edhe i kam provuar pothuajse të gjitha kremrat, hidratant, vitamina C, retinol, retinal, gjitha këto gjërat i kam provuar edhe më pëlqejnë, për shumë skincare më pëlqen shumë. Kujdesi ndaj lëkurës më pëlqen shumë, ndërsa make-upi e këto nuk janë për mua. Por gjithsesi edhe ato produktet e make-upit, ato të paktat që marr, mundohem kur marr, ti përzgjedh edhe mos marr ato më të lira të mundshme, normalisht se ato nuk është se kanë një cilësi. Tani këtë javë bleva edhe furça elektrike, se i kam këtu, kjo është e Ensidit, edhe imja është në banjo, edhe do të thoja që ja super vlen, kush nuk e ka bler, duhet ta blej sepse është një investim shumë i mirë për higjienën e gojës, është një diferencë shumë e madhe nga furçat e thjeshta, kur ta provoni ose kush e ka që e përdor momentalisht. Jam shumë e sigurt që ja provon këtë që them unë, që është një diferencë shumë e madhe, larja dhëmbëve me një furçë elektrike dhe me një furçë thjeshtë. Bëhet një pastrim shumë i mirë i gojës, i dhëmbëve, ja super vlen, edhe imagjinoj që u mora ato me çmim jo shumë të shtrenjtë, ato mesatare, 30 e ca euro do me thënë që bën këto furçat, njëra nga këto, të dyjet 70 e ca euro vajten. Imagjino të blesh nga ato që janë të shtrenjta, do me thënë që nuk e di çfarë ndryshimi ka nga këto, por që edhe këto e bëjmë punën edhe ja super vlen. Për momentin thashë të merra këto që ta provoja një herë edhe ja super vlen. Edhe ju sugjeroj edhe juve, kush nuk ka bler deri tani, e blini, është një investim shumë i mirë për gojën, dhëmbët dalin nxiz, e super vlen. Më mëngjes. Śpisz? Taka mami gata, to ta bije ciuszyn, to nie znam. To nie do ta bije mama ciuszyn. Do ty poszła. Podłam. Ja do ty poszła. Ty ciasto też do? Podłam. Ciasto tu. Fajnie? Dasz.
Bravo e Toshi. Ne, deri aty. Shkruaj mami kodet. Mirë mëngjesi edhe nga dita tjetër. Ja edhe Solja ime, ne kemi pak që jemi zgjuar, si që pat edhe ju. Kemi ngrënë mëngjesit, Solja në fakt nuk e ka mbaruar akoma, se tani filloi të haj frutat, edhe mami sot donte të hante vetëm fruta. Nga mbrëm jam akoma shumë e ngopur, sepse zakonisht unë në darkë ha shumë pak. Edhe mbrëm e kam tepruar pak, edhe nuk më haj sot mëngjes, edhe bëra një pjatë me fruta siç e patë edhe ju, edhe kam ngrënë vetëm ato, edhe jam akoma e ngopur edhe nuk më haj edhe asnjë gjë tjetër, edhe Solja piu votën e saj të qumshtit. Tani paqim vjen poshtë. Paqim, Solja do haj frutat. Mbrapa është shumë rrëmuj, kuzhina është shumë rrëmuj, dua të pastroj sot, të laj edhe dyshemen poshtë, edhe banjot, edhe se nesër filloj punën. 2 ditë jam punë, pastaj mbra pushim, po dua t'i sistemoj gjitha këto, edhe t'i lë gati dhe të dielën pastaj ta shfrytëzojmë bashkë me njëri tjetrin, me Sidin dhe me Soleja. Varësi do jetë koha se pash pak që do binte shi, por gjithsesi do jemi bashkë me njëri tjetrin dhe nuk dua të merrem me punë shtëpie, kështu që do t'i bëj gjitha gjërat sot në mënyrë që të kemi më shumë kohë për njëri tjetrin. Tani do laj Eno, do pastroj kuzhinën, do i laj gjitha ato gjëra që kam këtu, do pastroj, pas do kaloj tek dhoma e gjumit, do pastroj edhe te dhoma e gjumit, te salloni, edhe më pas do laj edhe dyshemen siç thash, do pastroj edhe banjot, se dhe banjot i kam rrëmujt, e lavatriçe e kam sipër, të gjitha gjërat e hapura, dua të sistemoj edhe ato, edhe kështu. Mbarova edhe këtu te kuzhina, sapo i lava të gjitha enët, i pastrova edhe kuzhinën të gjithë këtu, e kam të pastër edhe tavolinën gjitha. Tani më duhet vetëm të laj dyshemen këtu, i mora edhe mbeturinat i kam nxjerrë aty jashtë dera për të dalin pastaj do të jetë dhe koshat. Ja edhe Solja saj dëgjon që flet mami te kamera, vjen me vrap. Tani jam këtu tek WC-ja, te banjo, sepse kam banjon edhe dushin, kam të ndarë nga njëra tjetra, edhe tani do laj këtë banjon. Do thoja që produktet që blej në supermarket, produktet e higjienës, shampo, produktet e kujdesit, në krahasim me ato që merret te DM-ja, te Rossmann, te këto drogerit, kanë një diferencë shumë të madhe. Këtë e kam blerë në supermarket, është si ujë, nuk më pëlqen fare.
Edhe shampot kam shumë vite, 15 vite që blej vetëm tek Rossmann, DM këtu në Gjermani, edhe ka një diferencë, cilësia është shumë e madhe, nuk krahasohet fare. Imagjino edhe tek produktet detergjentët. Nuk e di nëse jam e vetmja apo e keni vënë re edhe ju këtë gjë që produktet në supermarket janë një cilësi shumë herë më e dobët se sa produktet që blen tek DM, tek Rossmann. Faktu nuk të e kam vënë re edhe është një diferencë shumë e madhe për mua. Rastis kur më duhet diçka dhe jam në supermarket e blej atë, për ndryshe të gjitha këto e blej tek DM-ja. Komentoni poshtë nëse edhe ju e keni vënë re këtë gjë dhe nuk jam e vetmja unë që mendoj kështu. Do të bëj edhe një review për sa i përket këtyre leckave të pastrimit këtu në Gjermani. Kjo lecka që përdorim ne në Shqipëri, kjo lloj të paktën që mora unë nuk bënte zero, nuk ja vlen fare. Parketin nuk e la, nuk ja vlen, e përdora tani lava balkonet jashtë me këtë. Kjo tjetra është shumë e mirë për të larë parketin edhe për pllakat gjithashtu, kështu që do vazhdoj me këtë leckën e Viledës, do blej një të re si kjo edhe do përdor akoma këtë. Ndërsa këtë do e mbaj për jashtë, për të larë balkonin jashtë, edhe pse kam edhe një tjetër si kjo që kam jashtë, por tani mu bën dy, s'kam ç'a bëj tjetër. Kjo për brenda nuk ja vlen zero. Unë sapo mbarova edhe me të gjitha punët e shtëpisë, të gjitha, ato nuk kanë asnjëherë fund, por që ato kryesoret i mbarova. Nuk ju tregova të gjitha gjërat, sepse do edhe të mbaroja shpejt, sepse tani ka shkuar ora 1, nuk kam gatuar asnjë gjë, kështu që duhet ja filloj edhe një herë nga e para të gatuaj, të lajenët prapë, domethënë kjo është historia e punëve të shtëpisë. Dua të çoj edhe pakon që thash që duhet ta kthej nga Temu. Edhe mbase dal tani të kthej pakon edhe pastaj të shikoj se ç'a mund gatuaj ndonjë gjë. Pasi mbarova të gjitha punët e shtëpisë, lava edhe 2 balkonet jashtë, që kanë pastra edhe ato. Dua të vej edhe një lavatriçe, kam dhe rrobat e tjera duhet t'i mbledh, t'i palos, t'i vendos nëpër vende. Mendoj që kur je në punë është më mirë se sa kur je gjatë gjithë kohës në shtëpi, është me të vërtet edhe ndenja në shtëpi është një stres më vete, sepse duhet ta organizosh ditën, duhet të bësh edhe diçka që të sjelli ty një kënaqësi, një fitim dhe jo vetëm punët e shtëpisë që nuk kanë asnjëherë fund në fakt. Ne ishim te posta, sa po erdhëm në shtëpi e kthyem edhe paketën, edhe unë tani mendoj që ta mbyll këtë video këtu, që ta editoj shpejt dhe ta hedh që ju ta shikoni. Përpara se t'ju falenderoj, do t'ju them që ju lutem mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton, shtypeni butonin subscribe, ju falenderoj përzemërsisht dhe ne do të shihemi në vlogun e radhës. Mirupafshim!